Bashkëpunëtorët e ti janë vrarë të gjitha, po kanë mbetur? Jo, se ishim në të njëjtën frekuencë mendimi. Sot, që thuhet, bashkëpunëtorët e ti janë në absolutisht pjesë e një ndër krimeve, por kjo nuk ka lidhje me identitetin duke qenë bashkëpunëtorët e ti. Derivatet e ti kanë shkuar deri te pjesa që kanë shkaktuar krimin më të madh në këtë vend, të vitit fundit, i cili është Dobraçi. Por kjo nuk do të thotë që ti mund ta lidhësh detyrimisht në një pjesë, sepse ai është zgjuar përpara 2 viteve dhe është vrarë. Njerëz të cilët kanë lënë në rrugë, hakmarrjet kanë vazhduar, siç është ajo e Athinës, ku një ndër njerëzit e tij më të ashpër në konflikt u ekzekutua në Athinë, e tjerët me radhë. Mirë po, në fund fare, në gjitha shesemet në këtë komunitet, në këtë opinion, duhet vinë në përfundimin e kësaj, për t'i dhënë një përfundim. Dhe përfundimin duhet ja jepte Spaku, jo dikush tjetër. Ervis Martina është vrarë. Në Shqipëri... Se cili e ekzekutoi, kjo është një pjesë që... Edhe një pyetje kam unë... Se kush e bëri. Po, qartë, edhe një pyetje për t'i ikur këti momenti, dhe për të dalë në 2-3 problematika tjera që ne kemi për këtë pjesë. Pra, bashkëpunëtorët ka, thoni ju, dhe nuk kanë mbetur të gjallë dhe nuk janë vrarë të gjithë. Në Shqipëri tani vijojnë bastet ilegale. Dhe me thënë, Vis Martinaj la një boshllëk të madh të bastet e këto. Si kontrollohet kjo gjë sot, me thënë, se njerëz të fortë apo si është kjo punë? Ja, ta them unë. Se vazhdon kjo. Vazhdo. Dhe pastaj Xhabina. Ja, okay. Mund ta. Paset ilegale janë të pikës së tillë. Në Tiranë kanë 4 duar. Nuk ja lëshoj. Të forta kështu janë. Po të forta. Po ta kem dhe unë shok e Diramën dhe unë i fort, nuk jam në emisionin tënd. Jam antar i kabinetit qeveritar. Po ti je kështu, do? Shok i Diramës. Sresin atje. Lart. Nuk jam. Shkon më njëherë lart. Jam antar i kabinetit qeveritar. Në Elbasan... Mirë që jemi këtu, Okoli. Po mirë, okej, kam me kënaqësi. Po vjen qeveritar se përfundon edhe gabim. Se antarët e qeverisë si ku po shkojnë atë rrugën... Atëre, ka një gjë në pikën në cilën nuk ka në një dëshifrim shumë të madh. Në Tiranë kanë 7 duar. Në Shkodër, parë thonë, ne me këtë mbajmë, me kumaren, e kanë. Në Durrës e ka poje. Po e ka deri në pikën më të fundit. Po. Se me që kisha një diskutim, ka përveç kumarit, ka dhe... Jo, ta mbarojmë të... Jo, ta mbaroj, se më provokoje për para se të futesha. Se ka dhe kafen Trodo. Trodo do të thot edhe Troplini dhe Doçi. Edhe ka me gjithë kafe dhe me gjithë pikën e basteve. Pra do të thotë e ka në pikën e vetë më të mirë gjitha. Po, ka kontrol total mbi teritorin edhe mbi aktivitetin. Shumë pak e din. Po, ajo është shumë e qartë se Trodo e marrin sigurisht një kafe. Kur thu Trodo kafe e marrin sigurisht një kafe italiane e shpikur. Jo, Troplini Doçi është një bashkëpunim në atje. E kanë ku marrin. Pra, por nuk ka një problem që dhe në Vlorë e ka më ky djali që e përmendëm se ishte duke më shaj ditë përpara një 2 muajve dhe prandaj s'ja mbaj mend emrin. Edhe të shantë edhe si mbaj mend emrin? Është djali i vogël. Xhabina? Te bastet. Hyn deri te atje. Ta mbaroj. Po pra se kemi dhe 3 pika tjera. Përderisa nuk vendosi Dirama që do ta legalizoj, këta do ta kenë. Te bastet përveç emrave... Ora aty janë legalizuar, kanë bërë dhe bordër. Po që nuk funksionon toj. Po nuk e bën do Denisi. Maron do të këtë punë, po nuk e maron do të këtë punë, që të them unë. Përveç grupeve që përmendi Koli, kjo industri në këtë formë që është sot, nuk mund të rinë këmbë dhe edhe pa një faktor tjetër shumë të rëndësishëm, që është policia e shtetit, që kontrollon territorin dhe në një farë mënyre ka dijeni se çfarë ndodh edhe me bastet në të gjitha qytetet. Edhe ata i kontrollojnë. Kështu që është një industri e palishme me miratim nga lartë që në këtë rast kontrolli më të mirë mund t'ja bëj policia e shtetit. Po, problemi i madh është që
shumica e bastave, sepse ai që ka sëmundje, atë do luaj, do vazhdoj të luaj. Ajo është një sëmundje nga më të vështirat që mund të përballojë një person. Pra, zakonisht përdori një frazë që vesi del me vdekje. Pra, kujtes njeriu i ikën dhe vesi. Është një ves shumë i fortë që në një person që shkon dhe e nis atë punë, i nxjerr fundin, i shkatëron veten ekonomikisht, mund të shkatërroj familjen, mund të shkatërroj fisin e tjera dhe kjo është ajo e basteve që vazhdojnë, por problemi më i madh për mua është që shumica e parave të basteve që janë tani të paligjshme shkojnë në xhepat e krimit. Ky është ajo që duhet na shqetësoj shumë. Ta mbyllum se kampanjë. Jo, do të ikëm nga këtu, mbaruam. Mbaruam, se s'kemi kohë. Për para se të largohem. Një minutë, nuk largohesh mos se kemi dhe 3 pika tjera. Jo, kampanjë një këshu, e pash në mos ashu se unë i besoj Ëndra. Kë beson? Ëndra. Në rregull, mos zotëri. Atëherë. Po një i ka vrarë nga ata, se ti the shumë emra. Apo i kanë vrarë bashkë? Jo, kampanja Ëndër, shio si ishte Ëndra. Ëndra ishte e tilla. E pa Ëndër mos trego se na morëm qafë, do na nxjerrin këta. Jo, ëndrat zbatohen. Ëndra ishte e tillë. Unë, Proda, ti Proda, përgjithshëm, e kisha ëndër, nuk është e vërtet. Kjo është në Proda, Poja dhe Altin Hajri duke luajtur kumar. Ky fundit la 3 milionë euro. Proda fitoi. Çfarë thu? O e kam ëndër vëlla, nuk është se është e vërtet. Me ëndrën e Zollit Bregu, i cili Poja fitoi. Të gjithë shikojmë ëndra. Ëndër është. E pe natën apo me sy hapur? Me sy hapur e pash. Atëre, me këtë ikim nga ky moment dhe zbresim ikim nga ky Ervis Martinaj, ikim. Je i vetmi që nuk ja di emrin. Në Shqipëri të gjithë vetëm bëj search çfarë thuhet për të. Ikim nga Ervis Martinaj. Je i vetmi që ja mban mend emrin. Dhe mbrimë te një gjë tjetër, nuk e kishim në fakt në skalet, po të nderuar të shikues këtu gjithmonë ndodhin gjëra të habitshme. Unë nuk e pash si lajm se po merresha me programin, me skaletimin e programit, po ndërkohë ndodhi që Olsi Yazexhi, nga larg, ai ishte në Malezi tani, më shkroi mua dhe një mesazh dhe më thoshte që ne donim ta futim atë, po tani atje ai flet se duhet itora një afërsisht 4 mëngjesit. Po më shkroi një mesazh, këtu ka ndaluar në Rinas një imam